dimit nga vetë produksioni dhe gjitha hapa që u ndërmarën pastaj për t'i dalë në krah gjestit, diskutimet të shumta që erdhën pas kësaj, por gjitha këto vetëm pas pak këtu tek dita e re. Ndërkaq ne fillimisht shkojmë tek Gazeta 10 dhe shohim njoftimet dhe lajmet që ka pas gjatë 24 orëve të fundit dhe Gazeta 10, po u them kështu, është adresa më e saktë dhe më e shpejtë që mund të gjeni lidhur me lajmet që ka sa i përket fushës së politikës, të emisioneve të ndryshme e të gjitha të tjerat. Me aq sa shohim në ballin të Gazetës 10 kemi një deklarim të Kushtrim Sadikut, moderatori i veçantë i emisionit Politiku, i cili si gjithmonë ka lajme dhe informacione të ndryshme, të cilat nuk mungojnë të sakta, të mos harroj të them, lidhur me zhvillimet politike që ndodhen në vend. Pra në ballin të Gazetës 10 kemi njoftimin se mbrëm, lajmi është ka dalë mbrëm, pra diskutoi për mbrëm, që pritje një takim mes vetëvendosjes dhe nismës për marrëveshje koalicioni, që siç e dim që 3 votat e nismës, deputetëve të nismës edhe mund ta formojnë qeverinë, por jo edhe çështja pastaj për zgjedhjen e presidentit, e cila mund të jetë goxha shqetësuese dhe sfiduese për partinë në pushtet. Nëse flasim pastaj për diskutimin e fundit që ka pasur për 24 orët e fundit që ka pasur në Kosovë, bëhet fjalë për, nëse jemi tek rubrika lajmet, fillimisht që të mos lexojmë lajmet e Politikos, pastaj zhvillojmë i diskutojmë të pas pak minutave, pra këtu tek dita e re. Haziri një ditë para seancës konstituive të Kuvendit Republika është mbi të gjithë ne. Pra ka qenë një reagim i djeshëm i kryetarit të LDK-s Lutfi Haziri, e që siç e dim që në LDK ka pasur diskutime të shumta se nëse ka çështja e votave, pra ka qenë tema kryesore dhe shqetësimi që ka pasur për Hazirin. Dhe gjithashtu diskutohet edhe për Erion Veliajn, i cili ka qenë i pari i kryeqytetit shqiptar i Tiranës, Erion Veliaj, i cili qëndron në burg dhe Veliaj kërkon sërish lirim pas 2 muajsh në qeli. Gjykata shqyrton kërkesën më 16 prill. Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, kërkon sërish zëvendësim të masës së sigurisë arrest në burg pas më shumë se 2 muajsh i izoluar për akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave. Kërkesa e tij do të shqyrtohet më 16 prill nga gjyqtari i hetimit paraprak Erion Bani, i cili vendosi fillimisht ndalimin e tij. Përveç lirimit, Velia i ka kërkuar spakut edhe informacion mbi ecurinë e hetimeve 2 mujore ndaj tij. Më herët apeli posaçëm rrëzoi ankimin e Veliajt për masë më të butë, duke lënë në fuqi vendimin e 12 shkurtit të GKK-os për masën e arrestit në burg. Kaq thuhet pra në lajmin për Erion Veliajn. Dhe pastaj kemi diskutime të tjera që ka pasur gjatë ditës së djeshme, ku bëhet fjalë gjithashtu edhe për delegacionin e policisë së Kosovës, i cili ka marrë pjesë në konferencën e udhëheqësve të lartë policor në Kolumbi, pastaj një vizitë të Bedri Hamzës, i cili ka qenë kandidat për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës në zgjedhjen e 9 shkurtit, i cili ka vizituar Thaqin dhe Veselin në Hag, për çka tha se Kosova po i numëron javët dhe ditët e rikthimit të tyre. Pastaj ka pasur edhe zhvillime të tjera sa i përket seancës së sotme, ku dje ka pasur edhe një mbledhje të Partisë Demokratike të Kosovës, ku është mbledhur vetë kryesia e kësaj partie dhe kanë diskutuar për atë se çfarë do të ndodhë sot, dhe dim që shpesh gjëra të tilla
janë goxha interesante për vendimet të përbashkëta pasaj për zhvillimet politike që do të ketë në vend. Kemi pastaj edhe reagimin e ambasadës britaneze, cila ka uruar Kosovën për njohjen në Sudani, moment krenarie. Kemi gjithashtu një rrëfim që ka ardhur dje dhe i cili një rrëfim nga Ramadan Nishori, i cili ka qenë i mbjetuar i dhunës seksuale nga lufta në Kosovë dhe dje ka dëshmuar për gjitha ato që ka përjetuar gjatë luftës. Rrjedhimisht, rrëfimi i Ramadan Nishorit është i pari rrëfim që vjen nga një burr që ka përjetuar dhunë seksuale gjatë kohës së luftës në Kosovë, ndonse e dim që ka pasur disa të tillë që kanë qenë pjesë e kësaj, por të mbjetuar të dhunës seksuale, por që hezitojnë ende të përgjigjen dhe nëse marrin parasysh gjitha diskutimet që ndodhin në Kosovë, jo burrat, por edhe gratë kanë të vështirë të deklarohen për përjetimet që kanë pasur për dhunën seksuale dhe po e shohim që këtu kemi pasur një reagim të vëllait të Vasfije Krasniqit, i cili ka thënë që rrëfimi i Ramadan Nishorit po e kompleton mozaikun e dëshmive për rrugën drejt lirisë. Rrëfimi i parë publik i një burri të dhunuar seksualisht gjatë luftës, sipas vëllait të Vasfije Krasniqi Goodman, po e kompleton mozaikun e dëshmive për rrugën drejt lirisë. Nafe Krasniqi ka thënë se rrëfimi i Ramadan Nishorit është një dëshmi se dhuna seksuale nuk njeh gjini dhe se lufta nuk kursen askënd dhe ajo zhvesh çdo njeri nga identiteti i tij. Sipas tij, rrëfimi për luftën e viteve 1998-99 është ndërtuar kryesisht mbi heroizmin e popullit shqiptar, duke pasur pak hapësirë për diskutimin dhe trajtimin e krimeve si dhuna seksuale. Kujtesa kolektive si koncept shoqëror përfaqëson përpjekjen e një shoqërie për të ndërtuar, ruajtur dhe riprodhuar kujtimet e përbashkëta mbi të kaluarën, ndërkohë kujtimet personale, ndonse subjektive, shpeshherë nuk mund të shprehen ashtu siç ishin, e nëse shprehen, ato i nënshtrohen një strukturimi dhe riformësimi si rezultat të ndikimeve të jashtme. Në vendet post-konfliktuale të Ballkanit, përfshirë edhe Kosovën, ndërtimi i kujtesës kolektive shpesh shoqërohet me përzgjedhje selektive. Në vend të një qasje e gjithëpërfshirëse, ndodh selektimi i ngjarjeve, veprimeve apo përvojave që përputhen me narrativën heroike. Kështu shpërfillen zëra të shumtë dhe krijohet një rrëfim i ngushtë për heroizmat, i cili në mënyrë të pavetdijshme minimizon sakrificën e popullit për liri dhe redukton shumë dimensionalitetin dhe realitetin e luftës. Ky lloj rrëfimi, i ndërtuar mbi heroizmin dhe rezistencën, është i kuptueshëm në rrethonat e një populli me një të kaluar të shtypur dhe të traumatizuar. Megjithatë, ai bëhet problem dhe pengesë kur dominon mbi të vërtetën dhe përdoret për të hequr dhe shtypur përvojat e dhimbshme të mira viktimave civile, veçanërisht të atyre që kanë përjetuar dhunë seksuale. Në këtë mënyrë krijohet një rrëfim gjysmak i luftës, një narrativ që lë jashtë segmentet thelbësore të vuajtjes dhe dhimbjes kolektive, e ku në të ardhmen mund të rezultojë i dëmshëm për të vërtetën historike. Në vend që e kaluara të na shërbej si një burim gjithëpërfshirës, prej ngadalin mësime për paqen, drejtësinë dhe progresin shoqëror, ajo përmes rrëfimit gjysmak shndërrohet në një instrument që synon të riformulojë narracionin për luftën dhe pasojat e saj. Përhapja e lajmeve gjithashtu prandaj, nëse kujtesa kolektive përdoret për të mbrojtur identitetin përmes mohimit të së kaluarës të dhimbshme, ajo nuk kontribuon në njohjen e së vërtetës, por në devijimin e historisë. Gjithashtu nuk kontribuon në shërbimin kolektiv, por në thellimin e traumës, fshehjen e krimeve dhe rrjedhimisht në amnistimin e kryesve të tyre. Në rastin e Kosovës, rrëfimi për luftën e viteve të 98-99 është ndërtuar kryesisht mbi heroizmin e popullit shqiptar. Kjo qasje, ndonse e kuptueshme në kontekstin e një populli të shtypur në dekada, ka lënë shumë pak hapësirë për diskutimin dhe trajtimin e krimeve si dhuna seksuale. Kësaj jo vetëm që janë amnistuar kryesit e këtyre krimeve, por është mohuar një segment dhe një kategori e rëndësishme e sakrificës për liri. Organizatat që kanë punuar me viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë kanë inkurajuar të mbijetuarat të thyejnë heshtjen. Zëra të fuqishëm si Vasfije Krasniqi Goodman, Shyrete Tahiri dhe tani Ramadan Nishori kanë dëshmuar publikisht për përjetimet e tyre.
Rrëfimet e tyre jo vetëm që japin zënje të vërtetë të heshtur, por dëshmojnë se këto viktima kanë emra, kanë identitet dhe janë pjesë e gjallë e shoqërisë sonë dhe nuk mund të injorohen më. Megjithatë, këto përpjekje përballen me rezistencë të fortë e të vazhdueshme individuale, familjare dhe komunitare. Stigma, segregimi dhe paragjykimet, frika e tjerë vazhdojnë të jenë të pranishme në shoqërinë tonë, duke i penguar të mbijetuarit të kërkojnë drejtësi, shërim apo thjesht të dëgjohen. Pavarësisht kësaj janë bërë hapa të rëndësishëm drejt ngritjes së një vetdije më të gjerë publike dhe institucionale. Këto zhvillime përbën një kontribut të rëndësishëm drejt përmbushjes së mozaikut të sakrificës për liri. Kujtesa kolektive për luftën e fundit në Kosovë mund të shndërrohet në një pasqyrim të vërtetë të rrugtimit tonë për liri dhe në një themel mbi të cilin mund të ndërtohet procesi i shërimit të shoqërisë nga traumat e luftës. Rrëfimi në Ramadan i shorit është dëshmi se dhuna seksuale nuk njeh gjini dhe se lufta nuk kursen askënd dhe ajo zhvesh çdo njeri nga identiteti i tij. Trupat njerëzor, pavarësisht gjinisë, shndërrohen në fushë betejë të pushtueshme, mbi të cilin ushtrohet dhunë për qëllime politike. Por Ramadani nuk është vetëm trup, ai është kujtesë, është dëshmi që flet, ndonse është dashur një jetë e tërë për ta bërë këtë. Zëri i tij dje, sot, nesër dhe përgjithmonë do të jetë i domosdoshëm për të thënë se unë sot dua që njerëzit të më shohin si një njeri që kam kaluar në për shumë gjëra, jam munduar shumë, por nuk jam thyer kurrë. Nuk dua që njerëzit të më shohin me keqardhje për dhunën që kam përjetuar, por me respekt si një njeri që ka luftuar shumë për të mbijetuar, dhe turpi u takon atyre që kanë kryer krimin. Me këtë rrëfim dhe rrëfime të tjera do të kompletohet mozaiku i rrëfimit për rrugën tonë drejt lirisë. Faleminderit Dan që u rrëfeve. Ka shkruar në një postim të gjatë vëllai i Vasfije Krasniqit, i cili pra e përmenda ka qenë goxha i prekur nga rasti, duke marrë parasysh që edhe vetë motra e tij ka qenë e dhunuar, e mbijetuar e dhunës seksuale gjatë luftës dhe nuk ka hezituar të rrëfehet për media. Shohim tutje në ballinën e gazetës 10, e cila pra kjo çështjeve që ka pasur diskutime të shumta dhe zhvillime të shumta sa i përket rrëfimit të Ramadan i shorit, pra e përmenda është mirëpritur edhe nga përveç qytetarëve, është mirëpritur edhe nga liderët të skenës politike, të cilët kanë thënë se na duhen zëra të tjerë të tillë që nuk kanë hezitim të rrëfejnë për luftën dhe konkretisht për përjetimet gjatë luftës, për atë se çfarë i bën që të jenë ata që janë sot. Pra, kemi parë edhe lajme të tjera, ku e përmenda pra lider politik, konkretisht Gjitaku, që ka thënë se sot po flasim pra për rrëfimin e djeshëm, sot dëshmove forcë dhe guxim të jashtëzakonshëm. Madje ka pasur edhe diskutime të tjera dhe nëse flasim për zhvillime të tjera, bëhet fjalë se themelorja lënë në fuqi aktakuzën ndaj dy ish-ministrave Krasniqi dhe Shala. Pastaj bëhet fjalë për zgjedhjet në Shqipëri, ku vetë po thellohet ashtu diskutimi dhe gjitha ato. Hym tek rubrika e politikos tek Gazeta 10 dhe shohim diskutime që ka pasur mbrëm nga analistët. Kemi në ballinë lajmin e Xhavid Drenorit, i cili ka thënë se
shkon në 50%, Kurtit i konvenojnë zgjedhjet. Sipas komendatorit politik Xhavet Drenori, kreu të TVV-s, Albin Kurti në pamundësi për ta krijuar qeverinë e re, i përshtatet edhe opsioni i dytë, shkuarja në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Sipas Drenorit, nëse vendi shkon në zgjedhje, VV-ja mund t'i marrë 50%, teksa e shes si rrezik për imazhin politik ndaj AK-s e LDK-s. Edhe nëse nuk e bën, edhe me shku në zgjedhje prap i shkon përshtatje vetëvendosjes. Prandaj me bindje të plot flas që lutet Aleanca LDK-ja, këto dy parti luten që me u zgjedh ky ngërç dhe VV me bë qeverinë, sepse janë dy parti që nëse shkojmë edhe një herë në zgjedhje kanë me u dëmtu shumë. Kjo hartë është në dorën e Zotit Kurti. Në zgjedhje mund të shkon në 50%. Kështu ka deklaruar Drenori në emisionin e mbrëmshëm të Politikos, ndërkaq këtë lajmin për Kushtrim Sadikun dhe njoftimin që vetë e lexova fare në fillim të gazetës ditë. Pastaj kemi një deklarim të Sadik Zeqirit, i cili ka parashikuar skenaret për seancën e sotme, për çka ka thënë se do të shtyhet votimi për kryetarin e kuvendit. Një deklaratë mjaft interesante. Nëse e lexojmë tutje lajme, thuhet se seanca konstituive e kuvendit të Kosovës paralajmëruar të mbahet pra nesër, për i referohemi për sot nga ora 10. Aty pritet të zgjedhë kryetari i ri i kuvendit i propozuar nga partia fituese Lëvizja Vetëvendosje. Mirëpo sipas komentatorit politik Sadik Zeqiri, nesër do të shtyhet votimi i kryetarit të kuvendit. Ai thotë se pa arritjen e ndonjë koalicioni qeverisës mes vetëvendosjes ndonjë partie politike në opozit nuk do të zgjedhet as kryeparlamentari. Nesër do të shtyhet çdo gjë, nuk do të propozohet as kryetari i kuvendit derisa të bëhet një marrëveshje, ka thënë Zeqiri në Politiko. Ndërkaq Halil Matoshi, si gjithmonë një opozitar i zëshëm, ka thënë se çdo kundërshtar politik burr e gru ose e ka poshtru ose e ka nënshtru. Kështu i referohet zhvillimeve që ka pasur dhe çësjes së kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Analisti politik Halil Matoshi ka deklaruar se kryeministri në detyrë Albin Kurti përgjatë 4 viteve në pushtet nënshtroi pas vete shumë gra e burra. Ai përgjatë debatit në Politiko me komentatorin Gashi ka thënë se Kurti ekzistuan dy mundësi, ose poshtrim ose nënshtrim. Ka me bë me folët me veti Albini Fatmirin. Albini secilin burr dhe gru në Kosovë ose e ka nënshtru ose e ka bë me folët me veti. Analiza statistikore edhe cilësore edhe sasiore mua më çon në atë se gru e burr kundërshtar politik, Albin Kurti s'ka lënë pa e poshtru ose pa e nënshtru, ka thënë mbrëm Matoshi në Politiko. Por ky nuk ishte deklarimi i vetëm, me dim që ai ka pasur diskutime të shumta me Gashin, i cili kemi një lajm këtu të tij, i cili ka thënë që Kingmaker, kështu i referohet Fatmi Limajt Vlerim Gashit, dhe ka thënë që po përballon mirë presionin. Kryetari i Nizmës Fatmi Limaj sot gjatë ditës në një deklarim për media ka thënë se nuk ka marrëveshje me askënd deri më sot lidhur me qeverinë e re. Pra po flasim konkretisht për ditën e djeshme, këto deklarimet që ka pasur, por që është i gatshëm të bisedoj me çdo që ofrohet. Ky qëndrim, sipas komentatorit politik Vlerim Gashi, po konsiderohet si person i aftë që arrin ta përballojë presionin publik. Zotri Limaj po tregon që kur është presioni i madh, sepse është presion ndaj tij, në kësi pozicioni ta quaj Kingmaker, edhe më herët këtë herë i ka ardhur befas. Sipas këndvështrimit tim, mjaft mirë për përballon presion nga të gjitha anët. Kështu ka deklaruar mbrëm Gashi në Politiko, dhe një thumbim kemi pasur tjetër të Xhavit Drenorit, i cili thot këtë radhë për AK-n, i cili thot që fal nismës e kaluat pragun, tash po mbeteni pa grup parlamentar. Komentatori politik Xhavit Drenori ka komentuar për plasjet e fundit mes partnerëve të koalicionit parazgjedhor AK-Nisma. Ai thot se AK nuk ka arsye të mbajë inate me Nismën, pasi sipas tij partia Haradinajt nuk do ta kalonte as pragun pa ndihmën e partisë së Fatmi Limajt, raporton Gazeta 10. Fal Nismës e kaluan pragun, tash po mbetet pa grup parlamentar, ka thënë Drenori në emisionin Politiko në Kanal 10. Ai është shprehur i habitur me deklaratën e Ramush Haradinajt se do ta votojnë kryetarin e kuvendit të propozuar nga vetëvendosje. Sipas tij, kjo po bëhet për një arsye të fortë.
Haradinaj po e voton kryetarin e kuvendit nga Afrika se mos Kurti po e dërgon vendin në zgjedhje, ka thënë Drenori. Deklaratat e tij kanë nxitur reagim nga panelistët në studion e Politikos. Kto kanë qenë vetë të gjitha diskutimet që ka pasur gjatë ditës së djeshme në Politiko dhe do të shkojmë fare shpejt edhe tek rubrika e 10+-it para se të ndajmë pastaj me juve për pak minuta. Dhe në ballin kemi një zhvillim që ka pasur dje në Big Brother të Shqipërisë, ku dy nga finalistët, Gjesti dhe Egli, në një farë mënyre, po i themi ashtu, kanë kurorzuar në thonjza dashurinë e tyre, pra kanë shkëmbyer unazat dhe janë martuar. Nën ato deklarimet që kanë bërë dhe betimet, po i themi kështu, ku kanë qenë të pranishëm edhe Ledion Liço dhe opinionistët e këtij reality show, Gjesti dhe Egli kanë pasur një dasëm ashtu mbrëm në Big Brother, ku kanë qenë të ftuar edhe ish-banorët. Dhe e dim që pra ky çift vetë ka pasur ngritje dhe rënje në lidhjen e tyre dhe diskutime të shumta, pastaj përqafime të shumta, por që shpesh ka pasur edhe, po i themi ashtu, probleme emocionale mes çiftit. E dim që Egli në një kohë të caktuar vetë la shtëpinë për shkak të emocioneve të tepërta dhe gjendjes jo të mirë që kishte shëndetësore, psiqike, pastaj pas situatave të shkaktuara me Gjestin, dhe u rikthye duke thënë që nuk do të ketë më punë me të, do të vazhdoj lojën e saj, por që e pam pastaj që për disa ditë vetë nuk mundi të rezistoj më Gjestit dhe ndjenjave të saj dhe ra prej e tyre, duke i lënë të lira dhe të veproj ashtu siç do të donte. E dim pastaj që ka pasur edhe zhvillime të tjera sa i përket kësaj, diskutime nga po themi ashtu miq të shumë të Gjestit dhe reagimet që erdhën. Një dasëm e tillë mos harrojmë vije vetëm pak ditë pas një rasti tragjik që i ndodhi Gjestit dhe që u diskutua dhe krijoi polemika të shumta në Kosovë e në Shqipëri, por edhe në vendet e rajonit, me Jozin, pra një shtuplak që Jozi i dha Gjestit kur ishte vetë duke dalë nga shtëpia, dhe pastaj edhe u diskutua për mundësitë që ndodhen, pse ndodhe kjo shtuplak, a mund të ketë ndoshta përçarje mes dyja vendeve, pra diskutime të shumta që erdhen pas kësaj. Por gjitha këto do të diskutojmë edhe në pjesën e dytë, siç e përmenda, me gazetarë nga Shqipëria, nga Kosova, me tiktoker, do të flasim për atë se si po shihet dhe çfarë po diskutohet, kush po merr famë nga këto zhvillime. Kemi parë gjithashtu një zhvillim goxha interesant që ka qenë, që ndonë se në rrjetet sociale është kryqëzuar Jozi dhe është diskutuar se Jozi realisht ka bërë goxha keq që ka goditur Gjestin dhe se duhet të merren masa ndaj tij. E dim që është shoqëruar me njerë në stacionin policor, është pritur pra posa ka dalë nga Big Brother, shoqëruar në stacionin policor, por pastaj është liruar. Por këto gjitha, krahas diskutimeve që janë bërë në çështjet publike, kemi parë pastaj që në Instagramin e Jozit, nga rreth 50.000 sa kishte followers në Instagram, ka shkuar në gjergjit e diçka mijë. Dhe një veprim i tillë ka qenë goxha interesant dhe e dim që të rritën ka shumë followers për një njeri që vetë se po kryqëzohet në rrjetet sociale, që nuk po shihet mirë që ka goditur Gjestin, pastaj që ka ardhur deri te diskutime të shumta për atë se nuk ka bërë mirë, janë krijuar pastaj përçarje mes dy shteteve, nëse jemi një këmbë të ketë një mbështetje të tillë në rrjetet sociale, kjo pra pastaj sjell në atë se shpesh është diskutuar nëse ne si popull jemi koherent në atë që themi dhe që bëjmë. Por për të mos i paraprirë këtyre diskutimeve, po i lë fare në pjesën e debatit,
ku e përmenda do të flasim me Rokin, një tiktoker i njohur. Do të flasim dhe me Fjolla Bajraktari, një gazetare e cila edhe ka përcjell këto zhvillimet, edhe ka qenë në rrjedhat të tyre, dhe me Redion Shtyllën, i cili është një gazetar nga Shqipëria, por që ka përcjell më nga afër edhe këto rastet në Big Brother dhe nuk ka lënë ikin. Gjitha këto vetëm pas pak në pjesën e dytë. Ndërkaq para se të ndajmë pak minuta marketing, dua t'i falenderoj ata që e bëjnë të mundur këtë emision. Pra, me aq që sa shohim, gjitha këto qoftë shpesh sepse e dim që edhe ne si emision këto zhvillimet që kemi ne i diskutojmë. Por ka disa të tjerë, janë disa meq tonë që ashtu po i themi në background për kujdesen për emisionin e mëngjesit, të cilët nuk janë ndarë nga ne që nga dita e parë kur ka startuar dita e re. Nisim me Komodita Home, pra ku ka gjëmë të çmuar realisht sa rehatia, e një gjumi të mirë, e një gjumi të rehatshëm dhe kur ne jemi një ditë të lodhshme dhe duam të shkojmë edhe të pushojmë diku dhe pse jo të shkojmë tek